pyet gjujta e burit. Po pse reagon ti për dëshirat e fsheta? Cilat janë dëshirat e fsheta? Po vetëm e provokove. Po vetëm se e gjujt e gurin e për mshef dorë, mos u bëm shefse. Po provoko, po mos u bëm shefse. Pse reagon kësaj pyetje? Ty e troç në fytyrë. Kaç mu desh ti të reagosh kësaj pyetje? Jo, po ti reagon për çdo lloj gjëje, ti reagon edhe kur e shef veten tani ti reagon, më kur flasin tjetër, ju era. Për flasin për reagimet e mia, ju me tua të Brikena, provokimeve, që mos shëj dëshirat e fsheta të Brikena, kur provokimeve që unë të bëj, dëshirat e fsheta, të rish me një mashkull që thot mylle dhe unë të jap kështu, nuk është gjë mirë. Dhe kjo nuk është mesazh i mirë për gocat. Po e kam thënë që e provokon ti dëshirat e fsheta, kupton sa xheloze jeti më. S'ka të bëj xhelozia. Edhe ti shpif nga mjesi ndarë. Ti që shpif nga mjesi ndarë, por unë dhe Brikenën qa flet me mu, kjo e forta. Tu ka të bëj intuita. Kjo e forta. Ruje, po të bëj. Mos e reagoge dëshirat të fsheta, Brikena. Bëj roj 47. Jo, unë përreagoj që kur e gjunë gujnë, mos e më shef dorën, mos u bëm shefse. Mos u bëm shefse, a kupton? Ti e shefse. Jo, ti mos u bëm shefse. Se ti e gjunë gurin dhe e më shef dorën. Nuk jam si ti që përdor informacion. Nuk jam si ti, shumë e vërtet. Nuk je si më nevojite. Nuk ka kur që ma shumë se ti, ju e la, si nuk e kur që ma shumë se unë. Pse nuk reagon kur supozohet partneri jot. Po ti nuk e reagon, ti s'ke reagu për Rogerti, çka një zezi ka thonë femra, ti s'ke reagu e ke përkrahë Rogerti. Jo, unë se kam Rogertin partner. Kështu që dashur ti mos fol për reagime. Unë do të shqetësoja në qoftë se partneri im i arshëm i thot një femre tjetre kështu, edhe i thot mbyllë gojen. Unë do të shqetësoja. Kaq, ti kjo është respekti për veten tënde. Çfarë them unë? Mbasi janë dëshirat e fsheta Brikena të tua. Ti do me pasë respekti për vetën tane si që kam unë për vetën time. Unë e kam, unë i dalë për balë. Ti nuk për ti, për derisa po i merë urdhrat e Rogertit, ti nuk po mdelë për balë fare, ti e me urdhrat Rogertit. Rogerti tha shuj mos je për rëndësi dhe ti për rënë qeta, ti s'pëna e për rëndësi. A kuptove? Ajtë më pa qetë, moj vajzë, ajtë më pa qetë, ajtë nuk kontrolon, ajtë thjesht ka një ide mbrojtëse. Mbrojtëse që ajtë nuk bën me ty. Mu Rogertit paktën më mbron, po ajtë nuk të mbron, vajzë dashur. O zotrit, po pse ka komën? Dhe ty do të pusha prekur. Ti? Që Gilgosa. Ua, burrat nga 105 kile. U ofendu në prekën se u gudulisë. Qa ka të bëj kilja? Se u gudulisë. Tu i prej komët, tu i fusit. Se u gudulisë, ne kupton? Me qa merësh pëse qa ka të bëj kilja? Tu aman, se kuptoj këtë... Qa do të thotë ti si e 150 kile? Këtë do me bullizu për peshën. Personale. Dhe mu s'kam bullizu këtu, ke bullizit të ti? Me 129. La bubu bol, ke thënë thiju, të thënë neje. 79 kam bullizu. Ke thënë ti. Me qështje personale. Mos ti trego ti këti me qka me o mirë ti me gjanat e tuja, mos ti trego ti këti me qa me u mirë, a kuptove? I pe mesajnë. I pe mesajnë. Të mbështesi, se ka pa që e zhyt. A, dhe po mbështet Je zhyt. Je zhyt. Jetu foqe në zhytiti, jetu foqe në plus. Je zhyt, se ka thënë gota thojë, unë e dua. Jetu zhytiti. Unë e dua. Si to ka ba Mateo, që ti të me bërë. Pas ka qenë për drejta. Ke dalë dhe ke thënë, gota thojë, unë atë e dua. Loj. Qa loj e thoj këta? Janë unë atë e dua. Po qita e pastur që jetime. Ti mbrojt pa mbrojt me Shko Selinën e merru. Po si ke ti me qa ke reagimin e grusti? Ore me grup time qa ke? E kam komentuar Ore me grup time, se për me grup time. Shkoj merresh me lokalin këtu. Oje pa fityr. Oje femër e një anshme. Je pa fyrtër. Jo me grunë ashta. Si po merresh ti me reagimin? Jo me të si po me. Je të si po me. Të si po me. Si po me grup time. O Merdi mesajë për mbështetje. Se je zhyt. Merdi pra. Sepse je zhyt pra. Sepse je zhyt. Sepse je Mos zhyt. jam lart. Sepse je zhyt. Mos jam shumë lart. Sepse je zhyt. Mos jam shumë lart. Një femër me Mos jam dinjitet, shumë lart. një femër e mirë, një